Paramenon dikush me harxhu miliarda euro me ndërtu një aeroplan, me inxhinierët më të mirë, teknologjia më moderne, e kur e pyet për çka shërben ky aeroplan, ai thot për kur gjë, veç e ndërtova kët. A e kishe marrë seriozisht? Normal që jo. Tash këqyre botën për rreth teje, zemra jote rreh rreth 100.000 herë në ditë pa e mendu ti. Mushkrit marrin frym, dielli linde perëndon çdo ditë. Toka rrotullohet me një shpejtësi marrëmendse, e ti as nuk e vrin. Në këtë univers çdo gjë ka një funksion. Atëherë a ka logjik që krej ky sistem u kriju pa asnjë qëllim? Njeriu nuk e bën asnjë send pa pas një arsye. Edhe një gozhdë e vogël ka funksionin e saj. E ti po mendon që Allahu e krijoi krejt këtë univers edhe të ka kriju ty veç me u lind, me u rrit, me bo pare, e me vdik? Edhe kafshët hajnë, pinë, flajnë e shumohen. Nëse qëllimi i njeriu do të ishte vetëm kjo, atëherë çfarë dallimi do të kishte mes njeriu dhe kafshës? Ti nuk je krijuar kot. Çdo frymarrje jotja është e llogaritur. Është një arsye pse Allahu të ka sjellë në këtë botë, e kur e zbulon atë arsye, atëherë fillon me jetu jetën e vërtetë.